E mbani qumshtin në derën e frigoriferit, urgjent hiqeni menjëherë. Është një veprim i përditshëm, pothuajse mekanik që gjithkush e ka bërë në jetën e tij. Në mëngjes, sidomos kur është koha për të ngrënë mëngjesin, ne gjithmonë marrim një shishe qumshti nga frigoriferi. Momenti kur po vendosim shishen në derën e frigoriferit, nuk mendojmë se ky veprim që po bëjmë është krejtësisht i gabuar. Në të vërtetë, qumshti duhet të mbahet në raftet qendrore dhe të brendshme të frigoriferit, së bashku me djatra dhe me produktet e tjera të qumshtit. Temperatura këtu është më e ulët dhe është gjithashtu ideale për ruajtjen e mishit dhe të peshkut. Ushqimet që nuk kanë nevojë të gatuhen mund të ruhen në krye të frigoriferit, ndërsa frutat dhe perimet duhet gjithmonë të vendosen në dollapët e poshtëm të frigoriferit për të qëndruar sa më të freskëta.